Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina nga sofra ime. Sot do ju tregoj një recetë shumë të shpejtë, të shëndetshme, mjaft e shijshme dhe përgatitet shumë lehtë. Dhe fëmijët që kanë naze për të konsumuar perimet, në këtë mënyrë nuk do t'i bëjnë as pak naze dhe për këtë ju asiguroj. Në një enë do të shtojmë 2 patate të grira në rende, 2 kungulleshka të grira në rende dhe 2 karota edhe këto të grira në rende. Do vazhdojmë me 3 vezë, djath, krip, rigon, piper të zi, hudër dhe spes të kuq, 2 lugë vaj ulliri. Erëzat mund t'i zgjidhni sipas dëshirës suaj. 200 gram koz dhe 4 lugë gjelle miell, 1 maj luge me pluhur fryrës dhe masën do ta përziem shumë mirë. Nëse jeni ri në kanalin tim, ju ftoj të hidhni një sy recetave të mia dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e ziles. Masën pasi e përziem shumë mirë e kemi gati. Tavën e lyejm me vaj. Nëse tava juaj ngjit, mund të vendosni një letër pjekje poshtë. E hapim shumë mirë. Në sipërfaqe mund të shtoni edhe djath shtesë ose vaj ose gjalp, si të dëshironi ju. Unë kam vendosur rreth 50 gram fara mix pasi i pëlqejmë shumë. E pjekim në 200 gradë derisa të jetë gati. Nuk dua të harroj pa thënë se është kënaqësi për mua të mësoj se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës më ndiqni. Nëse keni dëshirë, mund të ma shkruani në koment. Shikoni pak se sa ngjyrë të mirë ka marrë. Është e butë në brendësi, krokante në sipërfaqe, përveç se është e shëndetshme, ka dhe një aromë dhe një shije shumë të mirë. Nëse ju pëlqeu kjo video, për të më mbështetur, mos harroni të bëni like dhe të lini përshtypjen tuaj në koment. Faleminderit nga zemra që më ndiqni.